Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, teksa Shqipërinë e vizitoi ministri i mbrojtjes Nikos Dendias dhe se çfarë prodhoi kjo vizitë dhe se çfarë po luhet në tavolinë mes dy vendeve dhe në atë diplomacinë e fshehtë që ende nuk është e njohur për publikun. Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar General Det Prengën. Zoti Prenga, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Prenga, çfarë do të thotë vizita e Niko Dendias në Tiranë, i cili u takua me kryeministrin Edi Rama, por edhe me homologun e tij Ermal Nufi? Nëse më lejoni, do doja së pari të uroj gjithë shqiptarët e besimit musliman gëzesën e Kurban Bayramit, mirësia, harmonia, lumturia mbi zotroft në çdo person, në çdo familje, në shoqërinë kudo që në këtë kuadër më shumë ky lloj urimi që lidhen me sigurinë e jetës, me sigurinë e vendeve dhe shumë problematikat të tjera, por në përgjithësi edhe në arenën globale, siç janë ato konfliktet që kemi hyrë në vitin e 5 të Ukrainë apo në lindjen e mesme. Për të ardhur për të përgjigjur me aq sa unë kam informacion në lidhjen e ministrit të mbrojtjes të Greqisë në Tiranë, ku që kishte në vazhdën e vizitës që ministri zoti Rama me ekipin e tij zhvilloi para pak kohësh në takimet e problematika që diskutuan në që vendet, pavarësisht aleancave e pjesës ku ato integrohen, kam bindjen që kërcënte dhe marrëdhënie dypalshe dhe marrëveshjet që nënshkruhen për sa i përket bashkëpunimit në interes reciprok. Ministri i mbrojtjes Dendias është një diplomat, do thosha, me shumë eksperiencë, pasi ka qenë e ka shërbyer edhe si ministri i jashtëm, i bindur që jo zhvendoi Ministrisë së Mbrojtjes duke pas situatën e krizave dhe të përqendrimit kryesisht të çështjet e sigurisë dhe të mbrojtjes dhe problematikat e veta që Greqia ka, jo vetëm me ne, me disa njësër problematika të thosha, por edhe me vendet e tjera, kryesisht me Turqinë, dhe detyrimisht që në aspektin e sigurisë edhe të mbrojtjes, por dhe në aspektin e bashkëjetesës dhe të bashkëpunimit e të nënshkrimit të marrëveshjeve janë dhe do të mbeten parësore bisedimet diplomatike të përafrimit të kërkesave dhe të problematikave për gjetjen e rrugëve të mundshme të zgjidhjes. Natyrisht ne flasim mbi bazën e informacioneve që deklarohen dhe janë të hapura për publikun, pa marrë përsipër ato të cilat zhvillohen në prapaskenë apo siç ju e përcaktuat nën tavolinë, të cilat shpesh janë si një iceberg ku një shtata e sipërfaqes së tij shfaqet mbi ujë dhe gjashtë të shtatat vazhdojnë të notojnë në pozicione të fshehta gjithmonë gati për të qenë të rrezikshme dhe konfliktuale për sa i përket interesave dhe gjithçka lidhet me interesin e vendit të tyre. Greqia për fatin ton jo të mirë kërkon marrëveshje e fqinjësi të mirë, por fqinjësia dhe marrëveshja me një vend që e ke në kufi nuk e kuptoj se si mund të jetë e mirë dhe të ecë mbi bazën e reciprocitetit, kur njësër problemesh dhe problematikash që ekzistojnë prej shumë kohësh mes Shqipërisë e Greqisë, ato nuk kanë gjetur zgjidhjen. Kjo nuk mund t'i lihet faj vetëm Greqisë dhe qeverisjes atje në të gjitha llojet e periudha, pavarësisht ato ndrohen me sistem rotacioni. Kjo ka dy lojtarë të cilët nëse nuk luajnë ashtu siç duhet, dhe ne është dhe politika shqiptare, sidomos ajo qeverisës e pas viteve 90, që ka përgjegjësinë dhe përgjegjësmërinë dhe detyrimin përpara Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë për të trajtuar problemat me Greqinë dhe me vendet e tjera fqinj, për të gjetur gjuhën e mirë kuptimit dhe të bashkëpunimit, për ta përafruar qëndrimet dhe gjetur zgjidhjet e pranueshme, por për fat keq reciprociteti që shpesh herë në fushën e në gjuhën diplomatike të drujt apo jo të tillë përdoret, por fatkeqësisht përdoret vetëm si slogan e nuk zbatohet asnjëherë nga palët për ta vënë veten në pozicionin e partnerit që ke përballë, dhe kur thuhet reciprocitet do të thotë ta vendosësh veten në rolin e partnerit dhe të japish atë që do të marrësh. Kjo është ajo pjesa e situatës dhe jam i bindur që në këtë kuadër vizita e tij
ka qenë, është dhe mbetet me të vetmin qëllim që të ushtroj presion maksimal në kuadrin e bisedimeve, siç ishte dita e djeshme që u zhvillu në Bashkimin Evropian, takimin ndërqeveritar, dhe parafrimi i Shqipërisë për mbylljen e kapitujve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Kjo ishte ajo se shpesh Greqia, më fal, vetëm këtë frazë, shpesh Greqia e ka deklaruar në mënyrë të hapur që thotë rruga e Shqipërisë në Bashkimin Evropian kalon nëpërmjet Athinës. Pra, kjo do të thotë se Greqia mund vendos veton sa i përket procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke kushtëzuar atë me çështjen e minoriteteve apo dhe çështjen e demilitimit të kufirit dëtar. Këte e ka treguar dhe në vitin 2009, si që jemi dëshmitar të ngjarjeve që kemi me marrëveshjen e detit, pra delimitimin, edhe marrëveshjen e të rënëve grek në luftën italo-greke në territorin shqiptar, të cilat të dyja përpara se ne të pranoheshim në NATO, ata bën vizita të ndërsjellta të shpeshta për të realizuar me mjete presioni, duke kërcënuar qeverinë e atëhershme të vendit tonë, që ne nuk do vendosim veton nëse ju nuk do të arrinit në nënshkruar një marrëveshje për detin 1 edhe për të rënët grek në luftën italo-greke në territorin shqiptar. I përdori të dyja dhe për fat keq këto janë një plag e hapur si njëra dhe tjetra që me ecurinë dhe eksperiencën që shteti shqiptar dhe qeveria jon ka, jam i bindur që çështja do të shkojë në gjykatën ndërkombëtare të Hagës apo të Hamburgut, ku trajtohen çështjet e ujrave territoriale dhe ato ndërkombëtare, dhe ne mungesës së eksperiencës që kemi, jam i bindur në një farë mënyrë të gjitha rrugët të çojnë në humbje edhe e kësaj çështje në gjykatën ndërkombëtare. E njëjta gjë dhe njëjti mënyrë është përdorni për të ushtruar presion, por situata disi tani është e ndryshme dhe nuk është shumë e favorshme për palën greke, për arsye të situatës së si globale në përgjithësi dhe të nevojës dhe e domosdoshmërisë që kërkon Bashkimi Evropian për ta bërë për vete e për të bërë pjesë të bashkimit antar të ri siç janë Shqipëria dhe Malizi. Në këtë kushte do thosha që edhe Shqipëria nuk është ajo e vitit 2009, duam ne duhet të qëndrojmë e të flasim realitetin që marrëdhëniet bilaterale, por edhe në kuadrin e aleancave janë në një stad shumë herë më të lartë se sa në 2009, për sa i përket marrëdhënieve diplomatike që ka Shqipëria dhe zërit në arenën ndërkombëtare, dhe një nga pikat kryesore është marrëdhëniet e shtetit shqiptar dhe qeverisë shqiptare me Francën, që është në një farë mënyrë edhe dirigjenti i Greqisë për lojën që parashikohet si në skenë ashtu edhe në përpaskenë. Një nga çështjet që Dendias ka diskutuar me ministrin tonë të mbrojtjes Ermal Nufi është edhe ajo sa i përket varrezave greke, ku vetë Dendias shkruan se ka rënë dakord për mbledhjen e menjëhershme të Komitetit Përbashkët të Ekspertëve për Varrezat Ushtarake dhe e thekson se gjatë takimit me homologun tim shqiptar Ermal Nufi ram dakord për mbledhjen e menjëhershme të Komitetit Përbashkët të Ekspertëve për Varrezat Ushtarake. Greqia gjithmonë i ka respektuar ata që sakrifikuan veten për atë dheun. Çfarë do të thotë Dendias me këtë deklaratë dhe ku kërkon të shkojë Greqia duke kërkuar një gjë të tillë sa i përket nisjes së një komiteti ekspertësh për çështjen e varrezave greke në Shqipëri? Ndoshta fati e ka desh që unë kam qenë 2 herë radhazi si mu themi përcaktuar me vendim të kryeministit për të kryesuar delegacionin ndërqeveritar për zbatimin dhe implementimin e marrëveshjes ndërqeveritare mes 2 vendeve për zhvarrimet dhe e të rënëve grek në territorin shqiptar në luftën italo-greke. Dhe këte nuk them se jam ekspert, por kam informacionet e nevojshme dhe puna e ka desh që t'jem i informuar dhe jam detyruar. Natyrisht, edhe kur kam qenë në detyrën e komandës doktrinës dhe stërvitjes për shkollat ushtarake, edhe atë dhe vend shefit shtabit kam kryesuar 2 herë delegacionin shqiptar, ku kjo përgjegjësi më shumë i përkiste ministrisë jonë të jashtme, dhe realisht do thosha që kjo marrëveshje tashmë është nënshkruar, është ratifikuar dhe ngelet thjesht dhe vetëm për probleme teknike për tu implementuar, dhe një pjesë e saj në vitet 2017-2019 ka vazhduar
grupi ekspertëve të dy palë dhe nga pala greke dhe nga pala për të përcaktuar dhe për të kryer veprimet në terren dhe për të bërë edhe gjithë në bazë të dy vendeve ku është rënë edhe marrëveshja ka të përcaktuar, pra një tropull dhe qyr. Pa çka sa ata gjatë diskutimit për nënshkrimin e marrëvesh kanë diskutuar edhe si mund të themi vend rivarrime të tjera të eshtrave, por janë miratuar vetëm dy dhe në një moment që ka të drejtë në 28 mos gaboj tetor të çdo viti bën një ceremoni zyrtare dropull, ku kemi pasur her pas here gjatë organizimit të këtyre ceremonive shtetërore edhe incidente. Kjo tashmë është marrëveshje, ekziston, është realizuar, është miratuar, është fikuar në parlament dhe vetëm thjesht dhe vetëm për probleme teknike, pasi vendvarrimet e përcaktuara kur kjo çështje nuk është se ka filluar tani, kjo çështje ka qenë gjatë gjithë kohës problematike në mes marrëdhënieve dhe ka qëndruar si një problem i madh mes marrëdhënieve në Shqipëri-Greqi dhe raporti i fundit që është bërë para viteve 90, të cilit unë jam referuar dhe e kam gjetur në arkiva, lidhet me raportin e vitit 1985, ku pala shqiptare dhe qeveria shqiptare e asaj periudhe e ka përcaktuar qartë dhe prerës. Siç kanë rënë italianët në territorin shqiptar në mes luftës italo-greke, ashtu kanë rënë pak a shumë me ngrirjet, me vrasjet, me humbjet, janë pak a shumë në të njëjtin numër. Dhe siç ka vepruar Italia dhe janë shtafruar mundësia edhe Shqipëria, biles në raport me këtë është realizuar dhe një film, mos gabojmë, Generali i Ushtrisë vdekur. Dhe ata i kanë grumbulluar Shqipëria ka kontribuar për t'i gjetë, për të bërë gërmimet, për të bërë zhvarrimet e tyre, për t'i paketuar eshtrat e të rënëve në respekt të tyre dhe të familjes dhe të shtetit, dhe i ka përcjell që ata t'i vendosin pranë familjeve të tyre, pranë varrezave të dëshmorëve të vendit të tyre dhe atje le të bëjnë rritet fetare. Kjo ka qenë përgjigje që është kthyer edhe shtetit grek deri në vitin 85 që ka qenë raporti i fundit. Por për fat keq, siç e përsërita pak më lart, pjesa e mjetit të presionit që Greqia ka patur përpara se ne të futeshim në NATO në 2009, ajo e përdori dhe çdo vend e përdor në mënyrën e vet, në një mënyrë apo në një tjetër për të marrë dhe përfituar maksimumin që dëshiron. Dhe për fat të keq, ajo ka marrë pjesën e marrëveshjes për të rënët grek në luftën italo-greke në territorin shqiptar 40-41 dhe është gati për ta realizuar plotësisht edhe pjesën e marrëveshjes së detit. Çfarë e pengon Greqinë që nuk vepron si Italia, pra në rastin e ushtarëve të rënë në Shqipëri, dhe a rrezikon që në rastin e varrezave të ushtarëve grek në Shqipëri këto vende të kthehen në pika peligrinazhi për vetë grekët? Janë kthyer, jo rrezikon, po janë kthyer. Një datë siç ju përsërita 28 e mirë për të kthyer edhe vazhdojnë peligrinazhi zyrtar organizohet me datën 28. Kjo nuk e pengon që sidomos kisha të organizoj edhe her pas here me grupe të vegjël në këto dy pika që janë lënë si vend rivarrimet e eshtrave të rënëve grek në territorin shqiptar. Unë mendoj që kjo është një energji e vjetër dhe të asaj besoj kanë synuar dhe vazhdojnë të synojnë në atë të famshmin Vorjo e Pirë që duan të lënë sa më shumë gjurmë, të cilat pas 100 apo 200 vjetësh, pas 2 apo 3 shekujsh, të rikthehen dhe të thonë që këtu për sa kohë kemi varrezat, për sa kohë kemi dëshmit që flasin, do të ka qenë territor dhe mbetet e do të kërkohet si territor i Greqisë për fat të keq. Dhe kjo unë mendsoj, po them, por diçka pas saj në vendimet e këmbgulën që ata kanë për të realizuar gjë të tillë, diçka fshihet se s'bën. Në këtë rast apo aktivizohet paralelisht çështja e Vorjo e Pirit për ta bërë atë një formë presioni kundrejt Shqipërisë, ndërkohë që vendi shkon drejt Bashkimit Evropian? Nuk besoj që është çështje që merr prioritet në këto momente, por kam bindjen që në fshehtësi dhe në prapasken, kjo është ajo që cilët i shtyn, cilën do qeveri e majt apo e djathtë, e qendrës apo kushdo që të vinë në Greqi, që të mendojnë për të realizuar një gjë të tillë dhe të punojnë në këtë drejtim në të gjitha variantet. E shohim edhe tek pjesa e emigrantëve shqiptar, e shohim edhe tek pjesa e minoritetit që edhe në kohën para 90-s, edhe tani minoriteti grek
në Shqipëri ka qenë, do thosha, i trajtuar në nivele akoma dhe më të mira se sa jemi trajtuar ne shqiptarët apo kemi trajtuar njëri tjetrin. Në këtë kushte, kur ai nuk mendon fare edhe për të drejtat dhe liritë themelore të miratuara me konventa e karta të Kombeve të Bashkuara edhe tjera ndërkombëtare që janë miratuar dhe shkruar edhe nga palët pasi pra Shqipëria dhe Greqia, edhe nuk u afron një gjë që shqiptarët janë jo pak në Greqi të ngruar plotësisht, por që kontribojnë në buxhetin e shtetit grek dhe ata për një gjë të vogël, shqyr që nuk kanë filluar as së fundi përdor fshesa apo mënyra tjera që nuk janë të ligjshme, ndafort që ata në vazhdimsi ushtrojnë, duke filluar vetëm nga identiteti, përkatësia fetare, ndryshimi i emrit e shumë tjera për të folur për Shqipe, për gjuhën dhe kontributet që ata i kanë detyrime me kartat e konventat ndërkombëtare ku ne jemi pjesë dhe i kemi nënshkruar si ne dhe Greqia. Si analizoni vetë deklaratën e Nikos Dendias, i cili ka theksuar se u prita nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në kontekstin e vizitës time në Tiranë, ne analizuam situatën më të gjerë gjeopolitike në rajonin ton, pata mundësinë të flas për Himarën, nga e cila konsideroj origjinën time dhe përsëris qëndrimin tim se pakica kombëtare greke është një urë misie midis dy shteteve dhe popujve. Çfarë do të thotë Dendias kur specifikon që origjina ime është nga Himara? Unë do ta quaja më shumë propagandë dhe hipokrizi, sepse nëse tregon origjinën, këto do të jenë ura lidhse dhe bashkëpunimi dhe jo ndarje mes vendeve. Për fat keq pala greke, këtë identitet, këtë lidhje dhe trashëgimi, ne për fat keq deri tani ne shqiptarët nuk kemi arritur jo të përfitojmë, por të marrim as atë që meritojmë në raport me marrëdhëniet diplomatike mes dy shteteve dhe mes dy vendeve. Në të kundërtën, unë thash edhe përsëritet pak më lart, nuk është vetëm faji i palës greke, këtu për fat keq edhe pala dhe politika e qeverisë shqiptare nuk e ka realizuar atë që duhet për të qëndruar fort dhe për të bashkëpunuar me palën greke, sepse fati na ka dënuar apo jo për të bashkëjetuar në harmoni dhe në kufi me njëri tjetrin. Kështu që nuk është normale për mua, unë do ta quaja që kryeministri i parë që zgjidhet sapo zgjidhet në Shqipëri me votim të lirë, unë do ta quaja që vizitën e parë duhet ta bënte ta organizote në Athinë për të treguar atë dashamirësinë e bashkëpunimit, të marrëveshjes dhe të harmonisë dhe të dëshirës për të zgjidhur problematika që ekzistojnë prej shumë kohësh. Kjo nuk është e pamundur, është e mundur, por çdo gjë bëhet duke ulur në tavolinë e bisedimeve, duke pranuar edhe gabimet që janë bërë dhe duke patur një vazhdimsi, sidomos në linjën diplomatike dhe të bashkëpunimit me vendet fqinje. Nuk mund të ndryshohet thosh tash mik strategjik, sot kam partner strategjik Shtetet Bashkuara të Amerikës që natyrisht janë do mbeten përhershëm, pastaj ndryshon e shkon tek Turqia apo një vend tjetër. I ke edhe ato, por zgjuarësia, loja diplomatike në interes të vendit dhe të qytetarëve tu duhet realizuar me kujdes, sepse një shprehje, një incident diplomatik prish dhe hedh poshtë gjithë punën që është bërë nga të tjerët dhe prish edhe të sotmen e nuk mendon fare për të ardhmen. Kjo do të jetë ajo pjesa që duhen ekspertët, duhen specialistët, duhen diplomatët me eksperiencë, e të mos lënë në për arkivat çfarë shteti shqiptar ka realizuar në marrëdhënie me palën greke. Por ata i shfletojnë her pas here dhe nuk i lënë asnjëherë të zenë plumur dosjet me çështjet dhe problematikat që kemi mes dy vendeve. Dhe ne për fat keq jo rrallë ndodh që kur vijun në një detyrë, atëherë fillon të rrotullohet bota. Jo. Duhet i referohem dhe të hap dosjet, të hap arkivat, të marrësh ekspertë, të marrësh specialistë që ne i kemi me shumicë, nuk ka rëndësi kuj parti i përket, e majt e djathtë, ti e merr dhe ai flet si ekspert. Dhe këtë duhet dhe i kemi me shumicë, nuk është se s'kemi, por duhet përdorur duke heq dorë nga pjesa se ma ka dhënë apo s'ma ka dhënë votën në një fushat. Nuk ka rëndësi, shqiptarët nuk ka rëndësi se si ndahen brenda vendit. Në parti, në grupime është e drejta e tyre, në demokraci jemi, por ama kur vjen problemi për çështjet kombëtare, për çështjet e shtetformimit, për çështjet e të ardhmësit, atëherë këtu nuk ka më parti, këtu ka qëndrim të njëjtë, unifikues
nga e gjithë klasa politike shqiptare. Këtë e kam parë dhe edhe juve besoj dhe çdo qytetar e shikon që për fat keq më kujtohet ajo parolla që për një plesht i vëm zjarrin jorganit, dhe shpesh ne për inat të kolegu tim që nuk më vjen pas apo nuk më jep vota, nuk më mbështet, ne për fat keq kur marrim një pozicion. Pozicioni dhe funksioni që marrim është dhe duhet jetë para së gjithë është përgjegjësi e përgjegjshmëri përpara çdo qytetari shqiptar, cili do qoftë ai për sa i përket qëndrimeve politike. Zoti Prenga, duke u përqendruar te argumenti juaj i fundit, si është e mundur që politika zyrtare e Tiranës nuk i arrin të imponohet Athinës duke kërkuar asaj zgjidhjen e çështjes Çame, çështjen e ligjit luftës që vijon të mbetet në fuqi që prej vitit 1940, apo edhe atë të fundit që ka të bëjë me deletimimin e kufirit detar, ku marrëveshjen e qeverisë kaluar gjykata kushtetuese hodhi poshtë në vitin 2009. Unë mendoj që klasa politike shqiptare ka bërë gabime të pafalshme, nga krahu i djathtë, ekstremi i djathtë deri në ekstremin e majt. Për fat keq ajo çfarë vazhdojnë të bëjnë përsëri është mos referimi tek ekspertët, tek specialistët, dhe atëherë kur ata i marrin, për fat keq ju japin si mund themi parimi i karrotës me shkopin, pra me kulaqen dhe kërbaqin, pra i japin diçka për t'i joshur në këmbim të shtremrimit të realitetit dhe të paraqitjes së ekspertizës ashtu siç dëshiron klasa politike. Klasa politike në këto 35 vite qeverisës e flas gjithmonë, për mua nuk ka qenë e qëndrueshme, nuk ka qenë vizionare dhe për fat keq nuk i ka mjaftuar koha për të punuar për kombin shqiptar, pasi ata kanë vazhduar dhe vazhdojnë të punojnë vetëm për veten e tyre. Zoti Prenga, ka dyshime të caktuara që tregojnë edhe në rastin e vizitës fundit të ministrit të mbrojtjes së Greqisë se Athina është duke bashkëpunuar me Shtetet Bashkuara të Amerikës ndërkohë për të zhvilluar projekte energjetike në Detin Jon, pra për të pasur iniciativa të caktuara apo investime të caktuara, ndërkohë që çështja e detit mes Shqipërisë dhe Greqisë ende nuk është zgjidhur. Ju si e shikoni rolin e Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë rast, duke qenë se dhe ambasadorja amerikane në Greqi vizitoi pak kohë më parë kryeministrin Edi Rama? Unë shikoj edhe besoj tek ajo që të gjithë presidentët e Bashkuara të Amerikës politikë në të gjitha periudhat kohore e Amerikës ka thënë dhe vazhdon të qëndrojë besnike që nuk ka miqësi të përhershme, por ka interesa të përhershme. Nisur nga kjo parull, ata kanë qenë dhe do të vazhdojnë të jenë të lidhur drejt për së drejtë dhe të përqendruar tek interesat e tyre. Unë nuk duhet të sjell në vëmendje, thënie një gazetar italian, ndoshta jo në ligjërat të drejtë, që është interesante, tha që kudo që shkon në për konflikte e gjendet Shtetet Bashkuara të Amerikës, aty del naftë. Në këto kushte do thosha që lobi që pas lobit izraelit në Amerikë është lobi grek që ndikon fuqishëm dhe ata vazhdojnë të ndikojnë për realizimin e qëllimeve dhe të interesave të tyre. Dhe detyrimisht, krahasuar me lobin shqiptar që do thosha nuk ekziston, ose më saktë është i padukshëm, ose aq më keq që politika qeverisës e ditës nuk mendon për të nesërmën as për perspektivën e këtij vendi, ata e kanë gjetur krejt të lehtë dhe kënaqin në një farë mënyrë, po marr vetë shembullin nga vetja ime, detën që është një detyrë dhe deta kënaqet me një joshet, me një gjë fare të vogël, duke harruar detyrimin që ka në pozicionin dhe funksionin që mban. Kështu që ata luajnë dhe kanë mbështetje të jashtëzakonshme nga ana e Amerikës për arsye të interesave të përbashkëta ekonomike që kanë. Në këtë kuadër, edhe lëvizja që bëri ambasadore, si quhet theksut, e Shtetet Bashkuara në Athinë, që erdhi shpejt në 2 vizita blitz dhe shumë rufe për të vendosur e për caktuar ato strukturat energjetike që lidhen me gazin kryesisht si në Detin Jon ashtu edhe në Korçë. Kështu që këtu do të jetë ajo pjesa që ne vazhdojmë të kënaqemi me pak dhe nuk shikojmë jo për të përfituar atë që nuk na takon,
po për të qenë dinjitoz në përballjet, në diskutimet dhe në marrëveshjet që nënshkruajmë. Si mendoni, sa janë të lidhura lobi grek në Amerikë, zhvillimet në raportet mes Shqipërisë dhe Greqisë, si dhe ndikimi amerikan përmes Greqisë për të nxjerrë gaz apo naftë në detin jon, dhe nga ana tjetër blerja e Sazanit nga dhëndri i Donald Trump, Jared Kushner? Unë do ta filloja nga kjo e fundit, për sa i përket ishullit të Sazanit. Ajo akoma nuk është në nivelin, pra s'ka marrëveshje paktën de facto që është blerë apo s'është blerë. Po themi blerën tojza, po. Si do të shfrytëzohet dhe si do të përdoret, ajo është për të parë, por Sazani ka qenë një nga pikat dhe nyjet nevralgjike që janë vendosur, kanë funksionuar dhe pastaj janë ndërprerë marrëdhëniet me Rusinë, sepse ai ishull nuk i përket vetëm Shqipërisë në aspektin strategjik, por i përket edhe rajonit në të cilën nga aty ku është mund të kontrollohet e përdoret jo vetëm për turizëm, por edhe si një bazë e fuqishme për të patur një pikë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ashtu si Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në të paktën në 3 kontinente strukturat e tyre ushtarake dhe diplomatike thjesht dhe vetëm për interesat e tyre. Ne përgjithsisht shqiptarët duhet jemi mirënjohës Shtetet e Bashkuara të Amerikës në çdo moment, pasi ata kanë qenë që kanë vendosur edhe për këtë Shqipërinë londineze, edhe për Kosovën që jemi sot këta që jemi. Detyrimisht që kjo është pjesa strategjike dhe e mirënjohjes që ne duhet të kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Detyrimisht që nuk kemi arrit të krijojmë për fat keq as lop, siç e thash, do ta kemi shumë të vështirë për ta krijuar një gjë të tillë, pasi vazhdojmë të lëvizim në skakierën politike ndërkombëtarisht me shumë dallime, me shumë përplasje dhe jo si një trup i vetëm për të përfaqësuar vendin. Secili shkon për të përfituar e për të realizuar interesat e qasjet të tij, paçka se harron se është duke shah një pjesë të saj, është duke denigruar një pjesë të vetës vetë, sepse Shqipëria më përket mua, ju përket ju përket gjithë shqiptarëve. Dhe nëse unë dal për të përfituar diçka të qastit, edhe përdor çdo lloj perifrazimi për të denigruar, kam denigruar në një farë mënyrë veten time, sepse edhe unë jam shqiptar, si dhe ti je shqiptar, si çdo qytetar, brenda dhe jashtë vendit. Dhe këto për fat të keq brenda territorit të Shqipërisë, politika shqiptare nuk e di nga se, mbas edhe e ndikuar, sepse shërbimet e fshehta të huaja punojnë, kam bindjen që e kanë realizuar më së miri qëllimin e tyre për të na mbajtur të përqarë, edhe për të na çorientuar nga orientimi bazë që ne duhet të kemi për të punuar për vendin, për qytetarët dhe për të ndikuar tek komi shqiptar, kudo që shqiptarët jetojnë, për të zbatuar atë parullën që e kanë në preambull Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që kudo që cënohet një amerikan, ai është qytetar dhe ne do ta mbrojmë në çdo mënyrë. Zoti Prenga, si mendoni pse Greqia kërkon me gut për ta mbyllur sa më shpejt çështjen e kufirit detar me Shqipërinë, ku është bërë ditur para disa vitesh se kjo çështje, pra është bërë ditur nga vetë kryeministri Edi Rama se kjo çështje është dërguar në gjykatën e Hagës? Unë mendoj që ata duke patur problemin që ne kemi deri në 2007 mbyllur kapituit e pastaj në 30% të gatshme të përgatitur në detyrat e shtëpisë që na ka vënë Bashkimi Evropian për të mundur u integruar në Bashkimin Evropian, ata duan ta shfrytëzojnë këtë moment, është vendimtar për ta, sepse nuk besoj se u vjen më një shans i artë i tillë për të ushtruar presion deri ndoshta edhe tek vetoja, por që nuk besoj se do të arrijnë, pasi situata e sigurisë globale, zhvillimet në arenën ndërkombëtare dhe marrëdhëniet e rritjen e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, do thosha nuk e favorizojnë shumë Greqinë që të mund të kapet pas vetës, por presionin ajo do ta ushtrojë dhe ky është momenti i dur, ata kanë kapur momentin e dur për të ushtruar presion përballë Shqipërisë, e pse jo dhe në organizmat ndërkombëtare siç është Bashkimi Evropian, me përfaqësuesit e vet për të ndikuar në mënyrë të fshehur, nën rrogoz apo në poshtë tabolinës dhe në mënyrë të drejtë për drejtë,
sepse ata nuk është se ju vjen keq për këtë çështje, ata kërkojnë maksimumin e mundshëm si çdo vend kërkon për të përfituar në aspektin ekonomik në realizimin e marrëveshjeve ndaj vendeve të tjera. Negocimi është çështje që i zgjidh dhe i parafron problemet. Por nuk mund shkosh në negociat, të ulesh në tavolinë kur ti shkon me ultimatume, ultimatume për sa i përket çështjes së detit apo diçka tjetër. Gjithsesi, çështja e detit unë mendoj se në e para që rrëzoi gjykata kushtetuese në 2009 dhe pastaj kthimi në rinegocim në 2017 dhe 2018, mendoj se do të ishte o drejt presidenti shtetet mes njëra tjetrës, apo me ndërmjetësimin e një pale të tretë, do të ishte shumë më e mirë dhe e favorshme që të realizosh zgjidhja dhe të arrish në marrëveshje vendet mes njëra tjetrës dhe jo për ta çuar çështjen në Hag. Pasi siç edhe pak më lart e përsërita, eksperienca që ka shteti grek me ishujt e shumë, që rrethohet nga të gjitha anët me dete, me mira ishuj, do thosha ka një eksperiencë, por fshi këtu e pan lobimin dhe ndikimin tek ekspertët që do të merren për këtë çështje, duket sikur çështja është dërguar për të mos u fituar. Nga ana jote. Zoti Prenga, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Falenderit juve, një ditë të mbarë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.